Për këtë arsye tabiati i iblisit cili jo? Tabiati nuk i bive pishman, nuk i bi pishman. Me çat nuk i be pishman ki me hin xhenem, me çata. Kushdo që nuk i be pishman vëzër ka me hin xhenem, ta dini këta. Kushdo që nuk e ul kokën, e se vrat ndërgjegja, e nuk pendohet, e nuk thjellet, e nuk pastrohet, vallahi ka me hin xhenem. Çish ka mundsi një rob i Zotit me bë gjuna mos me ul kokën? Çish ka mundsi ti mi bë Allahu gjuna dhe me thon në rregull o krejt gjithçka? Edhe çish ka mundsi ti me harru gjunain tan? Çish ka mundsi? Pse spjaron parat e tua? Ha, pse spjaron ushqimet e tua? Andaj shikoj vëzër ndërgjegje e Musait alayhis salam, sa e pastër, sa e kthjellët, ku arrit te pallati i Firaunit, ama deri në ditë kiametit e ndjek faji i vrasjes gabimisht. Andaj ditën e kiametit i thot njerëzimit, thot jo, unë s'muj me uni muhe, as muj me lut Zotin, kam fajt e Zotit. Cilin e kam fajin une? Se kam vra një njeri pa hak, s'm ka thënë Allahu te bareke ve teala me vra. Për këtë arsye vëzëm ne e dim se kjo ndërgjegje është shumë e lartë. Dhe s'kena mundësina me emrije si pejgamber të Zotit xhelel xhelalu. Mirë po, mi harru gjunat që ki bë para dijave. Mi harru gjunat që ki bë vjeta. Mi bë gjunat, po ti as nisen nuk e harron. Ti as nisen nuk e harron. Ti as fëmijën nuk e harron. E si ka mundësi gjunain me harrua? Për këtë arsye vëzë, sa më afër Zotit, aq më shumë të kujtohen gjunat. Pse? Se ati ja ki bë. Andaj, nëse keni bë gjuna dhe kena bë mëkat, do të mu pendu te Zoti xhelel xhelalu. Nëse ju kena bë hak njerëzve, ju kena hije, do të mu penduë. Do të më lip halallok.